Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e përbashkët mes kabinetit qeverisës dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Rama ka kërkuar prej ministrave dhe deputetëve të nisin prej javës së ardhshme një tur në të gjithë Shqipërinë, të udhëhequr nga motoja Punët e Shqipërisë, që do të zgjasë deri në qershor përpara ditëlindjes së 35 të Partisë Socialiste. Turi është konceptuar si një bashkëbisedim ministra plus deputetë e qytetar për problematikat konkrete në bashkëpunim me pushtetin vendor. E treta mbledhje e këtij formati, ku synohet një ndërthurje e agjendës së qeverisë me grupin parlamentar, me qëllimin final evidentimin e problematikave dhe zgjidhjet për qytetarët. Nga takimet e deputetëve me zgjedhësit është evidentuar si problematikë kryesore vijimi i problemeve me kadastrën, pavarësisht investimeve ndër vite për digitalizimin e shërbimeve. Marrshkas nga kjo fokusi i pjesë së parë të kësaj mbledhje u vendos tek problematikat me kadastrat dhe situata aktuale përmes një raportimi prej Lorela Goxhobellit, drejtoreshës së përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Pas raportimit të saj, deputetët socialistë sipas qarqeve kanë sjellë në këtë mbledhje shqetësimet e qytetarëve për sa i përket shërbimeve që marrin nga hipotekat. Sipas agjendës, mbledhja ka vijuar me një raportim prej Arbian Maznikut, bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës Administrativo-Territoriale. E më pas, Eriona Ismaili, Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, ka paraqitur strategjinë e komunikimit të qeverisë dhe grupit parlamentar me publikun. Ndër temat kryesore të diskutimeve ishte edhe ajo për çështjen e integrimit. Turi Punët e Shqipërisë pritet të nisë javën e ardhshme për të vijuar deri më 12 qershor, datë që kulmon me 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Ky tur konsiderohet si një fushat paraprake, ndërkohë edhe kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra dhe realizimin e tyre.